E din ti kush është droga më e rrezikshme në botë? Emigracioni. Të jep ndjesinë të qenë të mirë, të jep para, të jep një identitet të ri dhe ti mendon se je mirë. Por ka nga ata që as këtë efekt të parë të kësaj droge nuk e arrin, sepse ai që ja shiti atë drogë nuk ju tregoi se si ta marrin. Çfarë kostoje ka, çfarë pasojash ka, cilat janë efektet anësore të vërteta të saj. Është vërtet që në emigracion, në vendet ndryshme të botës, sidomos asaj perëndimore, dëgjojmë ngjarje nga më të mrekullueshme, histori suksesi të jashtëzakonshme, njerëz që arrin kulmet e karrierës tyre. Por dëgjojmë edhe histori si ato të Arben Kodrës, të filmi The Architect. Dhe pastaj njerëzit shikojnë filmin, edhe marrin mua në telefon, ose më shkruajnë edhe më thonë, Fatmir e pash filmin, por fundi, do t'i kishe dhënë një fund të lumtur filmit. A thua se fundi i filmit është në dorë të regjisorit, ai ka një buton dhe vendos se si do të jetë fundi i filmit. Regjizori ka në dorë një pasqyrë e cila reflekton realitetin, këtë ka në dorë, jo fundin e një historie. Arkitektët e vërtet të jetëve tonë, jemi ne vetë. Ne vendosim se do rrim në këtë vend apo do ikim. Ne vendosim të informohemi më përpara se të shkojmë në një vend apo të mbyllim syt, marrim fëmijët dhe të largohemi. Për gjithë ju që nuk keni lëvizur akoma nga Shqipëria dhe planifikoni që të lëvizni, kam një këshill. Unë personalisht nuk jam kundra emigracionit. Por do t'u sugjeroja, shkoni online, shikoni filmin The Architect. Se mbase do të shpëtoj jetën tuaj edhe të familjes tuaj para se sa të largoheni nga Shqipëria.